Të themi që vendi shpëton bashkunë e zgjedhjeve dhe do të kemi president. Në nënshkrime, 30 nënshkrimet patjetër, domethënë kjo procedurë. Kjo është faza e parë, për të. Po, në fazën e tretë nuk vlen kjo. Jo se ti ke hyrë në garë, në momentin që i ke marrë 30 nënshkrime, ti ke hyrë në garë për president dhe tash i nënshtrohesh 3 rundeve. Në rundën 2 rundet e para duhet patjetër ti merr 80 vota për. Në qoftë se në 2 rundet e parë nuk i merr 80 vota për, shkojmë në rundin e tretë, edhe në rundin e tretë. Tash ti mjafton me qenë kvorumi prej 80 deputetëve. E qartë. Dhe në garë futen 2 më të votuarit. Më të votuarit. Kandidat. Po 2 më të votuarit futen në garë dhe ai që merr më shumë vota zgjedh president. Mirë, po në qoftë se në rundin e tretë kemi vetëm një president, atëherë duhet i merr së paku 61 vota nga 80 deputet që e kanë të konfirmuar, domethënë me një farë mënyrë pjesëmarrjen. Aty mund të mendoj që janë 80 deputet që marrin pjesë, por edhe nuk votojnë gjithë për, mund edhe të abstenojnë. Domethënë nuk marrin pjesë fare në votim, por ata kanë konfirmuar pjesëmarrjen në seancë. Domethënë që ankthi hiqet më shumë kur janë 2 të përzgjedhur për president, është më e lehtë kjo mënyrë apo jo? Kjo pikë që e hapet është shumë e rëndësishme. Nëse kemi pas 2 kandidatë për president, atëherë mund lirisht të themi që vendi shpëton bashkunë e zgjedhjeve dhe do të kemi president. Po pra, sepse një mundësohet me një farë mënyrë